Një ditë pas zhvillimit të seancës gjyqësore ndaj kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj, avokati i tij, Flaren Dreca, ka reaguar publikisht duke ngritur një sër shqetësimesh mbi mënyrën se si po zhvillohet procesi. Në deklaratën e tij, Dreca thekson se janë paraqitur 3 kërkesa bazike që sipas tij do të vendosin çështjen në standardet e një procesi të drejtë dhe profesional. Ai kërkon hapjen dhe verifikimin në sallë të 35 fashikujve me prova digjitale, të cilët sipas mbrojtjes rezultojnë ende të pahapura. Nga ana jon, u paraqitën kërkesa bazike për një proces të rregullt ligjor. Kërkuam që gjykata të sillte në sallë 35 fashikuj me prova digjitale, të cilët rezultojnë të pahapura dhe të konstatojë ky fakt në seancë. Prova që nuk janë hapur, nuk janë parë dhe nuk janë vlerësuar as nga gjykata e seancës paraprake. Megjithëse, ajo ka marrë vendim mbi to. Kërkuam gjithashtu që këto prova të viheshin në dispozicion të mbrojtjes, pasi nuk janë administruar kurrë prej saj, ndërsa zoti Veliaj jo vetëm që nuk i ka marrë, por nuk ka asnjë mundësi teknike të njëjtë me to. Reagimi i gjykatës ishte tronditës, e injoroi këtë fakt, e konsideroi të ezauruar kohën e mbrojtjes për njohjen me aktet, refuzoi çdo verifikim, nuk solli fashikujt, nuk konstatoi gjendjen e tyre dhe ndërkohë as vetë nuk i ka hapur dhe nuk është njohur me to. Një tjetër pikë e fortë e reagimit lidhet me kushtet në sallën e gjyqit. Ndresa kritikon qëndrimin e prokurorit Olse Dado, i cili sipas tij ka krahasuar kafazin për xhami ku qëndroni pa ndehuri me një hotel me 5 yje. Në të njëjtën linjë, u refuzua pas një argument edhe pa bazë ligjore kërkesa për transmetimin e seancave në kundërshtim të hapur me kushtetutën dhe në praktikën e gjykatës kushtetuese. Po ashtu, u refuzua e drejta e zotit Veliaj për të qenë në kushte dinjitoze dhe të barabarta me palën tjetër përmes eliminimit të qëndrimit në kafazin e xhamit, një kërkesë që u trajtua në mënyrë cinike dhe arrogante nga akuza, duke krahasuar me një qëndrim në hotel me 5 yje. Në përfundim të reagimit të tij, avokati shprehet se seanca e 27 prillit ka nxjerrë në pa një rrezik serioz për sistemin e drejtësisë, duke cilësuar atë si një mekanizëm që shmang përballjen me faktet dhe të vërtetën. Sipas tij, kjo situatë ngre pikpyetje mbi funksionimin e drejtësisë dhe respektimin e parimeve themelore ligjore në vend.